Vdekja e Shpat Kasapit. Berisha i shpreh ngushëllime familjes së këngëtarit. Nga skena e koncertit Fluturoj në qiell, ishte një nga yjet më të shëndritshëm të muzikës. Ditën e sotme, lideri demokrat Sali Berisha ka bërë një reagim në rrjetin social Facebook, përmes të cilit shpreh ngushëllimet e tij për familjen dhe të afërmit të këngëtarit Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare si pasojë e një arresti kardiak. Një yll u shua, por la plot dritë. Miq, dielli perëndoi përgjithmonë për Shpat Kasapin, njërin nga yjet më të shëndritshëm të këngës së muzikës pop të kombit. Ai nga skena e koncertit të Fluturoj në qiell, por la mbrapa dritë të pashuar që do ndriçoj gjithmonë. Ngushëllimet më të ndjera familjes, të afërmëve, miqve dhe fansave të tij të panumërt, shpirti dritë. Amin, ka shkruar Berisha. Këngëtari ndodhej në Itali kur pësoi arrest kardiak dhe smundi t'i mbijetonte. Shpat Kasapi ka lënë pas djalin e tij Roel me ish bashkëshorten Selvie Jao, me të cilin u nda pas disa vitesh lidhje. Kush ishte Shpat Kasapi? I lindur më 1 maj të vitit 1985 në Tetov të Maqedonisë së Veriut, në një familje me traditë muzikore, Shpat Kasapi nisi karrierën muzikore e filloi që në moshë të re, ku pati prezantime në festivalet për fëmijë dhe në moshën 13 vjeçare u shpall fitues i festivalit Bletëzat 98. Rreth viteve 2000, ai u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern. Në vitin 2002, mori çmimin e parë në festivalin Këngët e Stinës në Tiranë dhe një vit më vonë do të merrte çmimin e publikut në festivalin Nota Fest dhe në Alba Fest në Shkup. Ndër hitet më të famshme të tijat janë Amëdo, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj, Ti je ajo, Depresive e shumë të tjera. Ai bashkëpunoi me emra të njohur të industrisë muzikore dhe publikoi një sër albumesh, prej të cilave mund të përmendim Do të vi një ditë në 2004-ën, Pa ty sjetoj, 2005-ën, Kush të ndau prej meje në 2006-ën, Medikament 2010-ën e të tjera.